Dean e kemi në Kosovë, e kemi në Prishtinë. Mirë se erdhe Dea Strica në Radio Kosovë. Mirë se ju gjej Besa edhe Vjosa, faleminderit për ftesën, është gjithmonë kënaqësi. Sa po hyre këtu në studio, Dea them pas ka marrë malli për festivalin e këngës. Po transmetonit këngën edhe më kujtum plotësisht emocionet e aty në netve, të live-it, të skenës, të dritave, të orkestrës, publikut. Është absolutisht një eksperiencë shumë e bukur, edhe mendoj që stampohet thellë në memorinë e çdo artisti, kurdo që prek skenën. Kështu që Dea, kjo ka qenë edhe ideja jonë që me ju ftu juve ish konkurentëve pikërisht për shkak të këtyre emocioneve dhe të asaj përvojës që e keni pasur në edicionin e kaluar, por padyshim edhe për projektet edhe për të ardhmen. Do të flasim gjatë. Për të na ngacmuar nostalgjinë edhe të na nxitni për vitin tjetër, domethënë. Aty është krejt çështja. Mirë, po funksionon. Deri tash po. Dea na e përmendëm këtu edhe pak më herët edhe kemi përmendur edhe në emisionet tona që javë më parë që Dea na ka mbet këtu në Prishtinë për festivalit këngës. Kemi këtu për jeni shumë të ëmbël ju prishtinalit, na keni bë për vetë. Edhe çuditërisht nga gjatë qëndrimit tim këtu është bërë një vit, unë erdha me sigurisht një ndër arsyet ishte edhe festivali këngës. Edhe kisha patjetër dëshirën të qëndroja ca muaj për ta zbuluar pak më shumë Prishtinën edhe këtë pjesë të shqiptarisë që është shumë afër zemrës time ka qenë gjithmonë dhe e kisha të vështirë tikja pastaj. Sa mirë Dea. Po, një eksperiencë shumë e bukur padyshim. Kështu qëndrove, erdhe në festival, e mori vendin e tretë, e fitove vendin e tretë dhe agjën shka nuk po kthena mo. Qëndrove në Kosovë dhe në Prishtinë. Por që Dea ne e kemi përcjell sigurisht edhe në atë kohë paraqitjen tënde, edhe këngën tënde fituese në vendin e tretë, edhe emocionet në ato intervistat që ne javën e kaluar i kemi ritransmetuar në atë backstage-in, ato emocionet e para që sapo e keni përfunduar performancën. Tregona pak pikërisht për këto emocione, atë kujtohen të asaj kohë të atij viti pra, edhe paraqitjes së edicionit të kaluar. Po, mbaj mend pranin tuaj në backstage, që vinit ashtu si zana, na merrnit ato momentet magjike të prapaskenave, me shumë nostalgji pozitive i kujtoj, sepse patjetër që ai 3 minutësh i performancës në skenë është ajo puna për cilën bësh të gjë, por janë të gjitha koleksionet, të gjithë këtyre momenteve të tjera që e pasurojnë edhe më shumë atë kujtim dhe atë eksperiencë, emocioni jon personal edhe individual, po emocioni në grup gjithashtu, edhe ato paraqitjet individuale të secilit artist ku shpeshherë ndaheshe gëzimi, emocioni, qoftë ndonjëherë edhe ajo vetë kritika, po të gjitha në sigurisht të sjella tani në memorien time vinë me shumë energji të mirë, me shumë pozitivitet. Kemi krijuar miqësi të reja. Edhe shpresoj shumë që një pjesë e mirë artistëve të vitit kaluar, pse jo, mos të rikthehen festivalit edhe në vitet në vazhdim. Edhe unë e konsideroj patjetër në momentin që të kem një material të dur, por që kanë qenë momente shumë të bukura, edhe fal edhe një stafi profesional, të gjithë qoftë orkestra, stafi drejtues, menaxherial edhe ai i drejtimit artistik, të gjithë kanë qenë absolutisht jashtëzakonisht profesionistë edhe të dashur me neve dhe na kanë bërë shumë thjesht gjithë eksperiencën. Jos, gati kemi 2 konkurrente potenciale për vitin e ardhshëm. Sepse pak më parë patëm Arnit Kastrati. Po, Arnita. Kështu që ajo na tha, na la mes rreshtat me kuptues se do të jetë pjesëmarrëse në Arnita është një artiste shumë e mirë, një njerëz shumë pozitive dhe një zë brillant. Shpresoj shumë. Dea, edhe kjo që e tham edhe me Arnitën e kemi potencuar gjatë kohës, është kjo energjia e mirë, atmosfera që keni pas edhe ju konkurrentët mes njëri tjetrit, edhe ne që kemi qëndruar aty mbrapa skenë, e kemi pasur një lidhje mes vete edhe nuk e keni marrë si gar, pothuajse, si një eksperiencë tepër të bukur që keni shiju bashkë gjithë së bashku, nuk ka pas hatërmbetja, apo të paktën ne si kemi pa ato, por gjithë jeni gëzu suksesi tjetrit.
Më vjen mirë që është paraqitur edhe është reflektuar kjo dhe është poshtë e vërtet ka pasur absolutisht në asnjë moment nuk ka pasur konkurrencë negative në këtë sens. Përkundrazi ka pasur shumë mbështetje përpara dhe pas performancës së secilit artist. Gjë që pa dyshim e bën të gjithë këtë një eksperiencë më pozitive për neve, sepse sigurisht më shumë se sa që ja di emocionin artisti tjetër nuk mund t'ja di askush, sepse është një gjë që e përjeton vetë edhe normalisht e kupton më mirë konkurrentin paraardhës apo pasardhës në këtë situata dhe po është unë një pjesë të artistëve dhe i kam njohur paraprakisht, por nuk na kishte qelluar që të bashkëpunonim apo të ishim aq afër me këtë eksperiencë që ishte në festival edhe më vjen edhe shumë mirë që është pasqyruar kjo edhe tek të tjerët, tek juve. E ke ndonjë kontakt, miqësi, dilni ndonjëherë për kafe me ish konkurrentët? Po, unë një pjesë të mirë të artistëve të Shqipërisë, normalisht i kam takuar edhe më vonë, edhe këtu në Prishtinë, po. Por që normalisht ndonjë bashkëpunim mes tyre e kemi diskutuar, pse jo, ndoshta, por më rëndësishmja është që kemi krijuar miqësi të bukura. Edhe vazhdojmë ndjekim karrierën individuale të secilit prej nesh, aty në rrjetet sociale apo ndonjëherë edhe kur na qellon takohemi dhe vazhdon ajo. Ju bëhet shefi sigurisht për arritjet e njëri tjetrit. Sigurisht, patjetër. Por ti kthehemi netëve të festivalit të vitit të kaluar. Kur e shet tash një vit pas, a do të kishe dashur që të ndryshosh diçka ose a i ke thënë vetës, i ke thënë Deas, se pyetëm edhe Arnitën këtë pyetje. Këtë noat kisha pas mundësi me këndu më bukur ose këtu kisha ndryshu diçka me veshjen ose me paraqitjen skenike ose performancën. Apo ja këshillën ashtu siç ka qenë. Unë do e kisha lënë eksaktësisht siç është, sepse nëse do më përpiqesha të ndryshoja diçka nuk do kishte të njëjtën kuptim. Ndihem mirë sepse mendoj që të paktën me atë sa kam pasur mundësi, e di që kam dhënë më të mirën time dhe kjo është më e rëndësishmja. Të japësh më të mirën tënde dhe ta shijosh maksimalisht eksperiencën, sepse në fund të ditës edhe ato gjëra që mund të konsideronin perfeksione, prap bëhen pjesë e imazhit total të asaj që e transmeton. Por unë e kam shijuar shumë të gjitha të treja netët. Natën e dytë shumë më tepër. Natën e parë unë kam qenë konkurrentja e parë që ka për festivalin dhe sigurisht kisha një përgjegjësi më të madhe se sa netët e tjera, sepse isha artistja e parë në skenë dhe kisha shumë përgjegjësi për ta nisur sa më mbar festivalin, për t'i dhënë sa më shumë atë piknisjen pozitive dhe sigurisht doli shumë mirë, por natën e dytë unë isha e fundit në performim, që do thotë kisha koleksionuar mjaftueshëm energji deri në momentin që erdhi koha për të performuar dhe në të treja netët ka qenë performanca ku unë ndjehem që kam qenë totalisht e përfshirë dhe absolutisht jo në mendje fare, po komplet në emocion edhe në ndjesi, por të treja netët kanë pasur magjinë e vet. Po Dea ke mujt me përcjell konkurrentët e këtij viti, çysh po duket festivali në këtë vetë organizimi, besoj nostalgjia vetë se të ka po çka mendon rreth kësaj pjese? Unë e kam parë listën e artistëve pjesëmarrës, një pjesë të cilëve dhe i njoh. Nuk më ka qelluar të shoh shumë ecorinë e tyre në sensin e provave sepse janë edhe private, nuk është që janë shpërndarës për hir të ruajtjes ekskluzivitetit të materialeve muzikore, por që duke njohur një pjesë të artistëve, po duke njohur edhe profesionalizmin e një orkestre të tillë ku unë shumicën e muzikantave dhe i njoh dhe sigurisht i ndjek edhe në rrugtime të tjera të tyre artistike, kam bindjen që do jetë një spektakël fantastik edhe jam shumë kurioze të shoh se çfarë kanë gatuar gjatë gjithë këtyre javëve dhe patjetër që pres edhe progres. Mendoj që çdo projekt i tillë masiv, siç është një festival i këngës, vet progresi i ndër vite sjell ndryshime pozitive sepse të gjitha komponentët e festivalit sigurisht që bëhen më mirë, piqen më mirë, kështu që e di që do jetë shumë mirë. Nuk di ta krahasoj më mirë se vjet ajo. Po e di që do jetë shumë mirë. A do të jesh gjatë 3 netëve? Apo e ki përzgjedhur ndonjërin natë që me qenë me përcjell? Natën e parë
do më thënë nesër, Që i vjen nesër, po. do jem, natën finale dua shumë të jem, do mos të jem, sepse normalisht nata finale është edhe më veçanta, po. Kështu që po. Arnit, mendjen tek Arnita. Përshëndesim Arnitën. Besoj që është duke na dëgjuar sepse unë nis më njerë për me vazhdu tutje në punën e saj. Deja për ndryshe të kemi pa edhe ma herët, sigurisht edhe para festivalit këngës, ke pas krijimet tua, një pauzë, një rikthim, çka po bën gjatë këtyre ditëve Deja? Po flas për aspektin muzikor. Po, unë me thënë drejtën një ndër qëllimet kryesore pse erdha në Prishtinë që të krijoja. Edhe çuditërisht Prishtina më surprizoi sepse më dha atë që nuk e dija, që është ndjesia, eksperienca dhe koleksionimi po mendoj i hinteve artistike. Kështu që kam shumë për të shkruar dhe krijuar, kam marrë një pauzë të domosdoshme nga pjesa kreative, nga pjesa performative. Kemi pasur disa projekte shumë interesante gjatë fillimit të vitit me një projekt të quajtur Prishtina Soul Kitchen, me cilën sigurisht kemi dhënë prioritet rikthimit të disa zhanreve të caktuara, sidomos të soulit, funk and hip hop, dhe i kemi dhënë dhe mundësi artistëve dhe kantautorëve femra të reja që të promovohen akoma më shumë në tregun lokal, sidomos. Por për aspektin kreativ, sigurisht që mezi pres të ndaj materialet të reja me publikun, por ky është momenti im kreativ, është ajo që quhet hibernation, nuk e di se si mund ta përkthejmë në shqip, po është periudha ku futesh shumë brenda asaj strofkës tënde artistike për të krijuar, dhe pastaj sigurisht me shumë dëshirë për ta ndarë me publikun. Kështu që shpërthim aty presim pas pak. Po, pikërisht që nga aty brenda asajna dhe e presim Dejan me ndonjë projekt, pse jo edhe me anë emisione të tjera tona. Por Deja, se minutat po na ikin vjo super shpejt, kështu me të pyet, më na këndu diçka live. Wow, kjo është ajo pyetja që sa herë që më bëhet, bllokohet truri dhe nuk të vjen mend as edhe një këngë e mundshme. Po hajde, nëse keni ju ndonjë preferencë, mund të më sugjeroni. Ose edhe këngën e fundit që e ki pas në festival, që ke marrë pjesë, që e ki fitu vendin e tretë, apo e pas monologon, apo ose edhe diçka tjetër jashtë krijimeve tua. Pse jo? Se e keni listë aty apo e shek? E kemi një listë me këngë tua. Ose kovire. Okej. Nuk e di, nuk besoj të këndoj një këngë time, se emocionalem shumë. Po shoh që ju keni vënë aty Gravity, që është një këngë që në fakt i kam për cover nga John Mayer. Kjo është kënga. Ama do e dëgjojmë live prej A mendoni ta dëgjojmë live? Po, prej ideas do e dëgjojmë, kështu që po se ulim pak zërin. Okej. Po do e shoqëroj me këtë bazën apo ta bëjmë kështu a kapela? Si të kesh shef ti Deja? Në fakt unë do doja një këngë tjetër dhe dua të më sugjeroj Vjosa. Vjosa. Hajde Vjosa. Ndonjë këngë që e ke ti për zemrën, për shpirtin. Po munduam diçka t'ja përshtatë si Deja o këgja ma e veçantë, kështu edhe në zë, edhe nëse flasim për ndonjë artist shqiptar që i pëlqen Vjosës, dihet botërisht është Alban Skëndera. Kështu që Vjos, atë ndihmova pak apo më duket heq. Po ti besa ke një preferencë apo? Na ikën minutat. Po mundohem gjej diçka këtu. Ose që e këndon pak më shpesh Deja që hajde diçka prej Beyoncés. Po e shoh që pas ke qenë dikun. Okay. Në Instagram Deja se dhe. Remember those walls I built? Oh baby, they're tumbling down. They didn't even put up a fight. They didn't even make a sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened
Every rule I had you breaking is the risk that I'm taking. I'm never gonna shut you out. Bravo. Bravo Dea, bravo, si fantastike. E gjetëm më në fund, Ja që Fantastike, Dea me zërin e soj edhe me këngët që po na i sjell që të qenë ka pikrisht në atë moodin e soj më të mirë për të krijuar. E që a ka gjasa para festave të fund vitit me pas në një projekt apo më mirë mos të japë fate, më mirë jo. Okej. Po mos na hara. Nuk ju haroj asnjëherë. Këtu në studjet e I shpalosim me kënaqësinë më të madhe. Kështu që Dea na po të falenderojmë shumë për prezencën tënde në këtë emision dhe për këtë energjinë e mirë që na sjellë sot dhe që po vazhdon ta kesh shumë suksese në projektet e tua dhe në punët në angazhimet. Kështu që po shpresoj që kemi mbetë në Prishtinë. Ju falenderoj shumë për ftesën, edhe unë ju uroj shumë suksese në këtë javë intensive intervistash edhe programacionesh dhe shpresoj që edhe juve ta shijonin për me gjitha, për te lodhjes, të merrni dhe ju energjinë sa më të mirë gjatë këtij jave. Presim edhe në prapasken, mos na haro, sikur se vitin e kaluar do të jemi përsëri në prapasken, nëse mundesh me ikë kështu nga skena, presim atje. Me shumë kënaqësi, shihemi atje. Gjithë të mirat.